يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Falëndrimet, lavdrimet I takojnë Allahu Dhul Xhelal. Përshëndetjet, salavatet më të mira ja dërgojmë Muhammed Mustafas, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve kudo që janë. Sa njerëz kemi në jetën tonë që kur përmendet emri I tyre, kur të tjerët na kujtojnë ata, na ngjallin dhe na lëndojnë edhe më shumë në plagët që këta njerëz na kanë shkaktuar. A nuk ndodh në jetën e përditshme që takomi njerëz që vuajnë nga plagët që dikush I ka shkaktuar, me fjalët e tyre kur neve na thonë, a ke mundësi mos ja përmend emrin filanit? A mundesh mos me shtyn muhabet filanin? Dhe fjalë të ngjashme me këto tregojnë se këta persona jetojnë në jetën e tyre me një plag që dikush ja ka shkaktuar më herët. Dhe sa herë që të përmenden këta persona, këta shkaktar, kjo plag do thot hapet edhe më shumë. Pra kjo plag është prezente dhe nuk është mjekuar, nuk është kuruar kur. Allahu I lartë madhërisëm në librin e tij Fisnik në Kur'an përshkruan se si me këto plagu lënduan edhe njerëzit më dashur tek Allahu. Dhe në momentet kur ishin në kulmin, kur ata ftonin njerëzit, popullin e tyre në besim në një Zot dhe për t'u larguar nga idhujtaria shirku. Allah e përshkruan Ibrahimin a.s. në një moment kur dikush tjetër e jo populli ja hap këto plagë dhe më të mëdha. Kur Ibrahimi a.s. njëra prej ditëve xhersa ai po I ftonte popullin e tij në besim në një Zot, në një shmëri, njësime në Allahu Dhul Xhelal, dhe që të adhurohet vetëm Zoti dhe t'i braktisin zotnat e tyre, në këtë moment plagët nuk je shkaktuan shumë, nuk ndjej dhimbje shumë kur populli I tij filluan tallën me atë, por plaga më e madhe ishte kur erdhi njeriu më I afër që ai kishte në jetën e tij dhe këtë plagë do t'ia shkakton tash ai. Ai ishte pikërisht baba I tij, një idhujtar, një njeri I cili vet I ndërtonte zotnat në kohën e Ibrahimit a.s. Allahu thot për Ibrahimin a.s. kur I drejtohet babës së tij dhe thot, ja ebeti inni akhafuka an yamassaka adhabu min ar-rahmani fatakunu li shaytana waliya. Në këtë rast Ibrahimi a.s. I drejtohet babës tij duke I thënë, o baba em, unë frigrohem, kam frikë që ty do të kap një dënim nga Allahu Dhul Xhelal. Dhe ti me këtë vepër që I duke bë, do të bëhesh mik I djallit të mallkuar. Me njëherë vije reagimi, vije hapja e plagës që a bën Ibrahimit a.s. pikërisht baba I tij kur I thot, qale araghibun anta an alihati. A ti don që ti braktis zotnat që unë I adhuroj? Ja Ibrahim, o Ibrahim, la in lem tantahi la narjumannakum. Nëse ti nuk ndalesh nga kjo vepër, nga kjo thirrje, nga kjo braktise, unë do t'jam ai I cili do të gjuj me gur. Wahjurni meliya, dhe largohu për një kohë gjatë nga fytyra ime, mos shoh. Nga sytë e mi dhe mos shoh. Kjo ka qenë plaga e shkaktimit që ja bëni baba Ibrahimit a.s. Qale selamun alejk. Qale selamun alejk. Ibrahimi pra në këtë rast Ibrahimi a.s. I tha, shpëtimi, paqja qoftë mbi ty.
se astaghfiru rabbi, dhe unë për këtë vepër tënde do të kërkoj falje tek i madhi Allah dhul xhelal. Allahu pikërisht i drejtohet pejgamberit Muhammed alayhi salatu sallam, ku njerëzit e afërt tij, njerëzit që ai dënte, jepte gjithçka nga vetja e tij, kur ata hapnin plag, pikërisht vinin ajete kuranore nga i madhi Zot, që Allahu i drejtohet pejgamberi, inna kefejnakel mustahziin, ne ty të mjaftohemi o Muhammed ndaj atyre që tallën me ty. Allahu pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun, dhe ne jemi në dije të plot. Allahu i drejtohet për atë çfarë ti ndjen dhimbjen e asaj plage, dhe ne jemi pra ata të cilët i dimi çdo gjë që çfarë thonë të tjerët. Çfarë është plaga që të tjerët, një ndër sfidat e jetës që ne ballafaqohemi në jetën e përditshme, çfarë është kur të tjerët na shkaktojnë këtë plagë? Plaga është ai moment kur ti ke menduar për njerëzit më të afërt të jetës tënde, për njerëzit më dashur të jetës tënde diçka krejt tjetër, ndërsa në realitet ata paraqesin ose të lëndojnë ty për atë çfarë nuk e ke menduar. Do thotë goditesh me diçka që ti kur në jetë nuk ka shku mendja se këtë vepër mundet me marrë prej këtij personi që e ke pas në jetën e përditshme, aq afër dhe aq ke ndi dashuri ndaj tij. Shpeshherë kur po flasim për sfidat e jetës ndryshme, ne po mundohemi do të cilëmi dhe urtësit. Pse është kjo sfidë? Pse këta njerëz pikërisht, na që kemi kontribu për ta, na që kemi dhonë nga vetja jonë, nga njëherë mundet me qenë njerëz shumë të afër, tepër të afër, të cilët shkaktojnë ty plagë, pikërisht gjindin edhe urtësi. E para prej urtësive është se sfida e plagës do thotë shpalos botën njerëzore, sepse njerëzit nga njëherë dinë të shkaktojnë edhe plagë të tilla. Ne nuk duhet çdo herë të kërkohemi nga njerëzit që ato të jenë angjuj. Pra kur lidhemi ne për njerëz shumë, dhe aq kemi besim sa që mendohemi që këta kur nuk duhen karshi neve me gabu. Dhe kjo është një koncept, pra është i gabum. Pastaj gjëja tjetër që na jep do thot njeve, na jep kur ne në raste kur mbështetemi tek njerëzit, mbështetje të plot, nga njerëz që është gabim i madh, dhe kur ne do thot kënd mbështetje e bëmi se në jetën e kësaj bote nuk kemi mundësi me marrë ndonjë tradhti ose ndonjë plagë nga këta njerëz, dhe pikërisht vije kjo sprovë për na treguar se mbështetja e plotë e njeriu duhet të jetë vetëm për Allahun dhul xhelal. Pra në jetën e kësaj bote as nuk duhet të jemi të thatë që të na thyen të tjerët, do thënë shumë lehtë, por as edhe të butë që dikush të na shtrydh, por duhet çdo herë të ndjekim mesataren. Dëmet që sjell kjo pasojë janë të mëdha. Kur pra njerëzit neve na lëndojnë, na shkaktojnë plaga në jetën e kësaj bote, dhe nëse ne nuk dimi të kanalizojmë këto gjana, atëherë nuk ka dyshim se do të kenë edhe pasoja dhe dëme, dhe ato janë paragjykimi ndaj. Do thot njerëzve do të fillomi me njëherë, do të paragjykomi dhe do të krijomi një dosje të veçantë për këta njerëz. Urrejtja e njerëzve të afërt do të ngjallet, urrejtja do thot ndaj këtyre njerëzve, pastaj distancimi nga këta njerëz, do të distancohemi nga njerëz të afër për shkak një plagë që na kanë shkaktuar, dhe do të afrohemi tek njerëz më të lartë, dhe do të hulumtohemi në gjetjen e rrugëve për t'ju hakmir këtyre njerëzve. Ndërsa kur përmendim dëmet, pasojat, përballë saj më njëherë do të përmendim edhe dobit të cilët na ngjall ose i marrim prej plagëve të dhimbjeve që na shkaktojnë të tjerët. Ajo është njohja e njerëzve më mirë se ç'kemi mendu. Kur dikush të lëndon, të lë një plagë në jetën tënde, tash e tutje ta ka dhënë një mundësi me njoft dhe me ta dhënë një pamje krejt tjetër prej asaj çfarë ti ke menduar më herët. Plaga është momenti i fillimit e jo ikjes edhe mposhjes dhe thot humbjes. Pra është një fillim i ri që ti duhesh me fillu jetën, pra pe ati momentit tutje, dhe nuk është një mposhje që ti duhesh të qëndrosh ulur dhe të fillosh të vajtosh. Është një rifillim i kontakteve njerëzore. Me këta njerëz ke pas kontaktet veçanta, ke komuniku me një linje të veçantë, tash e tutje do thotë është një rifillim që duhesh do thotë të gjesh shkahje dhe metoda tjetër, edhe mundësia për pjekuri dhe maturin jetën tonë.
Pra këta kur njerëz na kanë dëmtuar me këtë plag, neve do thot na jep mundësinë që të jemi më të matur dhe të jemi do thot më të pjekur në veprimet tona. Si të veprojmë do thot momentet kur ne na lëndojnë njerëzit. Na lëndon gruaja, na lëndon fëmiu, vllau, prindi, shoku, miku, daja dhe kështu me radhë. Çfarë veprime duhet? A duhet ne të gjemi rrugë për hakmarrje apo të gjemi rrugë tjetër që Kurani dhe udhëzimet profetike alayhi salatu selam neve si besimtarë na drejtojnë? Janë dy rrugë, ose do të hakmiremi, do të bëmi do të kurtha, do të planifikomi se si t'i shkaktomi edhe këtyre në plag, ose do ta marrmi kahjen tjetër, udhëzimin hynor që Allahu na ka sjell pra neve. E para që duhet të bëmi do thot në momentin kur e ndjemi plagën, kur tjerët na lëndojnë, ne do të mundohemi në maksimum që mos të hapmi dosje për ta njerëz. Sepse shpesh herë ne për njerëz të veçantë në jetën e përditshme hapmi dosje. Kur hapet dosja për një person, pastaj e ke problem. Është hap dosja, tash e keni pikë zez. Do thot kush në shtet, në polici, në prokurori hapet një dosje, ky person pastaj çdo gabim tjetër i vogël o shumë lehtë mu fut do thot në dosje sepse ai ekziston. Ndërsa mos ekzistimi i dosjes, gabimet që do t'i bën ky njeri karshineve përballë, që do të jenë më të vogla, ne nuk do t'i fusim në dosje. Por hapja e dosjeve për njerëz, do thot të cilët na kanë shkaktuar plagë në jetë, kjo nuk duhet të më bëj. Nuk duhet ne më marr me këtë punë. Kjo është puna e parë. Vazhdimi i rrugtimit do thot në jetë, sepse jeta vazhdon edhe pas kësaj plage, qoftë e vogël apo e madhe, po tash e tutje përballë këtyre njerëzve na do të gjemi një rrugë tjetër, një kahje tjetër, për cilën do thot me ta do ta vazhdojmë jetën. Tjetër është do thot për kujtimin e njerëzve të mëdhenj, që historia, Kurani, profeti Muhammed alayhi salatu selam na ka tregu se si ata u gjendën dhe si ata bënën zgjidhje kur ata u lënduan, do thot në këto momente me plagë të rënda. Ai ishte Muhamedi alayhi salatu selam, që shembulltyra më e mirë për çdo besimtar. Kur ai u nxjerr nga vendlindja e tij, nga Mekja e tij, dhe kur i erë mundësia mu hakmir ndaj tyre personave, i tha antum tulaqa, ju jeni të lirë. Sepse alayhi salatu selam e kishte mundësinë ta ashte hakmirej për ta. E kishte mundësinë t'i shkaktonte plaga këtyre, por alayhi salatu selam nuk ishte hap dosje për ta njerëz dhe i tha ju jeni të lirë. Për gjithçka çfarë ju keni vepruar deri tash me mua, ju jeni të lirë dhe nuk mirëm me ta. Shembull tjetër që pejgamberi alayhi salatu selam na tregon është shembulli e Abu Bekrit, për personin i cili kishte shkaktuar dhimbje në jetë, i cili kishte akuzuar familjen e Abu Bekrit, njeriu më dashur që ishte afër pejgamberit Muhammed alayhi salatu selam. Abu Bekri në moment kur e distancoi këtë person, i kishte ndihmuar për kohë gjatë dhe do thot u ndalu për një kohë, do thot nuk i ndihmoi, por kur ndëgjoi ajetet kuranore që Allahu inkurajon besimtarët për falje, atëherë vazhdoi prap, do thot ti ndihmoi këtij personi edhe pse ai kishte shkaktuar dhimbje të mëdha. Ibn Taymije tregohet do thot se personi i cili e kishte fut në burg dietar të madh të umetit, kishte shku pastaj pas vdekjes tij, kishte gjetë familjen e tij, kishte vizitu pra dhe kishte marrë përsipër që të rritë jetimat që i kishte lënë ky person. Edhe pse ky person kishte qenë shkaktar, e dinte Ibn Taymija, ishte i vetëdijshëm se kishte qenë shkaktar për ta lënë Ibn Taymijen me vite të vuaj në burg. Por Allahu dhul Jalal thot wa in ta'fu wa tasfahu, nëse ju falni dhe i lironi njerëzit, fa inna Allaha ghafurun rahim, Allahu është i gjithë falsi dhe i gjithë mëshirshëm subhanahu wa taala. Andaj ndërum vëllezër besimtar, nëse ne në jetën e kësaj bote e kërkomi faljen e Zotit, në jetën e përditshme, në namazin ton, kur marrim abdes, kur bëmi adhurime ndryshme në jetën e kësaj bote, kur agjëromi ditë e natë kërkomi o Zot, kërkomi faljen tënde, nëse ne jemi ata që e kërkomi faljen e Zotit, andaj edhe dikush tjetër e kërkon faljen ton që kanë bërë gabim karshineve, andaj ashtu siç ne e domi faljen e Zotit, bëmi nga ata të cilët i dhuromi njerëzve falje, dhe me falje jeta është më e qetë, jeta është më e lumtur, më e mirë, se sa të gjesh rrugë të gabuar të hakmarrjes dhe rrugë të tjera të liga të cilat çdo herë e kanë përfundimin e keq. Lut Allahun xhel xhelaluhu çdo person i cili gjendet në këtë xhami
dhe dikush e ka lëndu zemrën e tij, ka plagë, thot kam lef dhe ka hap dosje, lutim Allahun xhel xhelalu që të mundsoj që ti merr sot jetë ajo ditë kur ky person i merr dhe i shkyn ato dosje, i azgjason dhe liron një herë për gjithmonë dhe mundohet që ta mjekoj të shëroj atë plagë që të tjerët e kanë hap dhe lutim Allahun xhel xhelalu që të na drejtoj, të na udhëzoj në rrugën e drejtë, na forcoj dhe të na bën ata që dalin faqebarë prej kësaj dynjaje me dëshminë dhe fjalën më të bukur që Zoti e ka zbrit mbi rrezullin toksor, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.